Që ndodhin shkurtimisht në incidentin e nëndeceve, që ato i morën 3, kur normalisht 6 ne i merrshim në dorëzim. Po kishte një komision, kishte një rregullore që të marrësh në dorëzim një anije do disa orë lundrimi, do përgatitjen. Këta ishin instruktorë që duhet mësonin. Po kjo nuk bëhet për 1 ditë e 2 ditë. Deshte orë të tëra, 100 orë që të marrësh në dorëzim. Dhe ne ishim në proces dorëzimit të 4 nëndeceve. Gjatë saj kohë që ne po i merrnim këto nëndece, rusët, sovjetikët, kishin ndrruar. Po merrim dorëzim, ja ti themu, jo 6. Ti themu janë 4 të para që erdhën 58-ën, pastaj në 60-ën kanë ardhur 4 tjera dhe mbas tyre erdhën dhe 4 tjera. Ishin 12. Ne do kishim 12 nëndecja flota jonë, po ishte pamundur për ekonominë tonë. Jashtë marrëveshje ne ti mbanim këta. 12 nëndece që nuk i kanë sot shtetet më të fuqishme të botës. Po tashti Turqia po arrinte 11. Po, bashkë me Greqinë. Po ne atëre kishim këtë ide. Dhe ishin nëndecet moderne, nuk ishin nëndecet si shkruhet në njerë të vjetra. Ishin të prodhimit 55, në bazë të modeleve më të avancuara të nëndeceve dizel. Dhe që ndodhe, Ili? Kur ata nuk i zbatonin marrëveshjet, po të lexosh dokumentat që janë botuar nga këto dokumentat qeveritare, dele qartë pengesat që ata sillnin për zbatimin e marrëveshjes. Atëherë kur u pa që marrëveshjet nuk zbatoheshin dhe politika në ana tjetër i nxiste më shumë këto gjëra, u pa e pamundur që neve t'i merrim dorëzim 12 nëndece, se ne s'po na jepshin 4. Dhe në këtë kohë u krijuai komisioni si të ndajmë dhe u ndan nëndece 12 ju që i keni me efektivin që kishin ardhur për të dorëzuar, ishin me efektiv sovjetik, do kthehen, ne do mbajmë këto të 4, që akoma ne nuk na jepshin në dorëzim. Gjithë historia është që të merrnim këto që marrëveshja na jepte. Ato ishin 12, po s'kishin filluar procesin e dorëzimit. Dhe prandaj ngelëm me 4. Po ama asnjë nëndece të 12-at nuk lëviznin pa urdhrin e komandës shqiptare. Pra gjithë kjo që ka ndodhë gjëra një incident Tirana të doshin t'ikshin pa leje, është trill? Në realitet, për kështu si e kuptojnë shumë, është në qikë si trill artistik. Pra, atë heroizmin e popullit tonë sheku ne gjithmonë e kemi. Në fakt, marinarët kanë qenë heroik, oficerat se kanë zbatuar me përpikmëri të gjithë urdhrat. Po jo që ka qenë gati për një përplasje. Përplasja mund të ndodhte, nëse ata mund do i merrshim me forcë. Nëse do i merrshim me forcë, do i goditshim, domethënë. Po, do i goditshim. Do i goditshim. Si do i goditshim? Një nëndecja nuk mund dali nga bankina. Pa urdhër. Pa disa minuta. S'del kështu të fluturoj. Po. Në atë kohë unë kam qenë 10 vjeç. Dhe kam qenë disa herë për t'i çuar babait. Babai rinte në Pashaliman. Kam qenë disa herë atje me motor qoshim në një gjë babait. Dhe i kam parë dhe rusët. Ka një histori. Në momentin që këta u acaruan, janë vendosur disa anije blokazh. Si këtu në parking që s'del dot. Edhe ajo nëndecja nuk del dot. Dhe një nga këta që vuri rimorqiatorin, përpara ka qenë Abdullah Hoxha, koloneli ishte ai që në Zogri. E ke marrë vesh detyrën, i thote komandanti i brigadës, dashamirori, po i thoshe, qa detyrë ke? Maj motorin me gjithë forcën të ndezur, që në qose lëviz në ndecja, Abdullah Hoxha, një nga komandantët e vjetë, Qinko Zogu, pra ushtaraku mbetet ushtarak, kurse ne në 90-ën e shkatëruam ushtrim për ideologji. Ai ishte përpara nëndece, nuk lete asnjë nëndece, si ti në një parking. Nuk lëviz dot po Enver Hoxha dhe sistemi komunist i majti oficerët e Zogut që t'i shërbeshin ushtrisë shqiptare. Po, i ka majt.